autostradën Tiranë-Durrës, që patjetër është rruga automobilistike më e ngarkuar në Shqipëri. Është bashkimi i 3 fazave, rreth 7 kilometra të kontraktuara në këtë rrugë. Këtu jemi në 3 kilometrat e para që fillojnë nga Casa Italia dhe përfundojnë pastaj në kilometrin e 6 te dalja për Nërinas. Është përfunduar, sot ne kemi të hapur, është shtuar 2 kursi të tjera, patjetër bëjmë një rritje kategorie në kategorinë A, por që ne kemi folur edhe për pjesën e le të themi korridoreve të gjelbërta dhe që ndoshta mund ta ulim pak shpejtësi. Ndërkohë është e rëndësishme të theksojmë faktin që këtu është vetëm 2 fazat e para, ndërkohë ne jemi duke punuar dhe kemi të kontraktuar tashmë dhe një fazë të tretë, që fillon nga mbikalimi i Rinasit dhe shkon deri në mbikalimin e Laknasit. Aty ne do kemi dhe demontimin e mbikalimit të Rinasit, në cilën jemi duke për vetëm disa sistemime për disa kabina elektrike. Dhe hapi pak edhe pjesën e rrugës, sepse patjetër mbikalimi i Rinasit krijon një lloj hinke për kufizimin e automjeteve. Është e kontraktuar, është për të demontuar, do kalojmë do bëjmë dhe projekti parashikon edhe hyrjet dhe bërjet e rampave të reja në aeroportin e Rinasit. Kem përkjadit Skarpalla për minister dhe me së shpejti nisim zbatimin e bankallës kartë gjendërime që të dyshoj pa në rëndësisht të komplet autostradës, pasi parashikohet gjendërimin në mes, që do të jetë më shumë. Ndërkohë që danësorë dhe Skarpalla që ju shikojnë tashmë të përgatitëve për në timësi pa dhe pemë edhe shkolle këmësi shkurën për të bënë një jeshëllin të aksi që tashmë është da i gjërë 32 km. Ka 3 kurse. Dhe përrave i duhet bjellë shkurën një tjetër. Patjetër. Skarpalla tjetër, bëhet të shka samë. Do që në lejon të veri për të vija, dhe jetë pjesë e projektin, do të përkëtësorët në e gjithë. Ndërkohë ne kemi të parashikuar, në fakt e kemi të diskutuar për vitin 2027 vijimin e Tiranë-Durrësit, por ne edhe pas diskutimeve që kemi përbashkë, do të afrojmë në 2026 në atë procedurë, në mënyrë që me njëherë të vijojmë mas kilometrit të 7 ku ndërprehemi me fazat e tanishme kontraktore për të vijuar me kilometrat pasues. Sigurisht kjo është rrugë prioritare, sepse bën lidhjen në portin Durrësit me pjesën e Shqipërisë, por bën edhe shfryrjen e sharkullimit nga hyrja nga veriu për në Tiranë, sepse tashmë edhe me rrugën e përfunduar ne lidhemi nga aeroporti i Rinasit dhe me vijimin e saj edhe nga nyja e Kasharit. Patjetër, si shikohet, është me 4 kursi, sepse edhe lëndet asfaltike që janë bërë, që teknologjia e re e përdorur, që në fakt është për herë të parë në Shqipëri. Të tingis e për ndryshimin e përkërës e polimet në asfaltit, për të rejtë aftësin bajtëse, pashtu dhe jetë gjatësi, por edhe aftësin dhe ti të renose, pa që në rastet të shira, është vetë tapeti që në segmentet të carproja për ndrenimin të kanaleve që një shikoni të realizoja në anë të rimit. Kjo për të shpangur që të dhe problemi në raste leshësh. Ndërkohë, jemi në fazë përmimin të për fazën të, që sot e tha dhe ministre që përfshim në njën e Laknasit, mbikalimin e Rinasit dhe zgjerimin e nënkalimet dhe në ditët në vijek, në mënyrë që sezoni veror ne vetë në qeni pak ndërhyrje apo përfim në aksin rrugor, gjatë ditëve në vijim do të ndodhë një kufisim në të dy akrava, në përsinë e emergjencës dhe në përsinë e avashta të tretën në rënd për në regjim, sepse do të krijohet kanali që është në trupin ekzistues të rrugës kryesore. Në rrugën kryesore, por ne vërtetoj devijimin e trafikut dhe për personat për në flamë. Se kjo është sezoni veror deri te datë pas të çmimin në Po me këto kur fillojmë me këto të tjera dhe e korridorit të Po patjetër, ne kemi Kashar Lekaj, të cilën e kemi në fazë përfundimi të opondencës teknike dhe jemi në fazën përmbyllëse të dokumentacionit në mënyrë që në ana e kontraktorit të fillojnë. Të gjitha rrugët e tjera tu lidhemi dhe me bypassin e Tiranës, e cila dhe ajo është Milot Baldreni është në fazat përministri është në fazat përmbyllëse të procedurës. Unë mendoj që shumë shpejt, ndoshta për 2-3 javë, do kemi shpalljen e fituesit. I kemi dhënë përparësi, ajo është një rrugë që bën edhe shfryrjen e qyteteve të veriut, kryesisht Shkodrës dhe Lezhës, dhe është procedurë që ne e kemi me shumë prioritet. Mendojmë që jemi në rrugët finale, pra është duke u përmbyllur vlerësimi dhe do kemi një shpallje fituesi, besoj për
maksimumi 2 javë diçka tillë sepse jemi të gjithë në fazën përmbyllëse. Ajo në sidomos gjatë sezonit veror krijon atë zhbllokimin e gjithë Bregdetit Adriatik, por edhe kryeqendrës së Shkodrës, së Lezhës dhe mendoj se jemi drejt fundit.